Rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Sigal Prishtinës së vllaznimin ndeshje e vlefshme për çerek finalen e Kupës së Kosovës, pasi kishte përfunduar pra ndeshja e parë me përsi prej 14 pikëve të Sigal Prishtinës 68-82 në Gjakov. Pjesa e parë të përfundon 38-36 përsëri e përsi e kryeqytetasve, të cilët i bie që janë tashmë në përsi prej 16 pikëve. Prishtina e pati kontrollin gjatë pjesës së parë ku u shkëput edhe deri në plus 12. Megjithatë i pam gjakovarët gradualisht rikthehen në lojë, ndërsa ajo seria prej 5-0 me treshën e Zekiqit dhe Hellemsit e shkriu në vetëm 2 avantazhin e kryeqytetasve. Starton tashmë edhe pjesa e dytë 38 pra 36 ku më dedaluarit pas pjesës së parë ishin Adrio Belli me 10 pikë tek Prishtina, ndërsa Jora Nej në anën tjetër tek vllaznimi ka qelluar 13 pikë. Hellems shohet nuk ka problem, realizon Jerry Cole Hellems aty ku e la e vazhdoi për barazuar në 38 me 38 rezultatin. Do tenton edhe një herë Dux për 3 pikë. Kësaj radhe është i saktë Khalil Dux, i cili e gjen treshën e parë pas 4 tentimeve që ka pasur sonte dhe pikët e tij të para për të rikthyer avantazhin tek vendasit. Tarin Todd kohet nga Kelby Kramer, lufton Diana Gjosaj e marrin topin vendasit. DeAndre Burns valet në gjysmë distancë, nuk qëlloj, por Kelby Kramer është aty për ta përmirësuar. Pika e 7 e Kramer Tarin Todd edhe njerë blokohet nga Kramer. Do ta shohim edhe njerë momentin, kërkoj challenge trajneri Mihailis Kakiusis për këtë rastin e fundit. Do lusim regjin ta kemi edhe një herë. Atëherë nuk e ka prekur tabelen ashtu si që pretendua. Challenge-i suksesshëm i kërkuar nga trajneri Kakiusis. Bllokat e Kelby Kramer. Dux e kthen dobën tek Burns. Poloshka. Don Poloshka. Kramer e kthen topin tek Gjosaj që gjuan për 3, nuk është i sakt. Tentoj ta përmirëson DeAndre Burns, nuk qëlloj. Hellems në anën tjetër. Ka faul ndaj tij. E pengoj edhe Kramer, e pengoj edhe Gjosaj. Do ta shohim edhe një herë momentin. Teksa e shohim Don Poloshkën që nuk e lejon të rëzohet ish bashkëlojtari i tij Jerry Cole Hellems së bashku. E ngretën edhe trofeun e Ligës Unike. Do të rishikohet edhe një rast i fundit me gjasur të diskutuar, pasi pam ndërhyrjen edhe nga Kramer edhe nga Gjosaj.
diskutua edhe një herë, pra personalja ishte e Kramerme dhe faul jo sportiv I tij. Ashpër ishte ndërhyrja, e pam direkt në trup ndaj Jerry Cole Helms. Nuk e qëllon të timin e parë nga vija I quajtjes së lirë. Helms në topit tjetë në anën e vllaznimit,ës faullit jo sportiv të Kasper Kramer. Nuk qëllon e gjysmë distanca. Helms në topin Don Poloshka. Faul I Diana Gjosaj që nuk ja lejon kundër sulmin. Helms. Victorian Todd. Tek Kushi. Jerry Cole Helms. Ka gabuar në hapa. Jerry Cole Helms unë dal. Nuk quajti. Humbi këtë top 23 me 39. Dux. Kramer, cili quan nuk realizon edhe njerë shkakton faul Andrew Gordon. Shojme njerë momentin. Personaljes Andrew Gordon ndaj Kasper Kramer. 7 pikë të gjigantit Prishtinës, 3-3 ishte nga loja deri në këto momente. Nuk e qëllon të timin e parë nga vija I quajtjes së lirë. Ka marrë 4 përcime dhe I ka bërë dhe 2 blokada. Ndër lojtarët më të vlefshëm në fushë të krye qytetasit me indeks prej +13 qëllon në tentimin e dytë nga vija I quajtjes së lirë është pika e 8. Më I dalluari pas Andrew Bailey që I ka 10 pikë. Gordon falet me faul. Personalja e Diana Gjosaj do t'jetë e 4-ta kjo. Të shohim edhe njerë faulin ndaj Andrew Gordon. Gordon në tentimin e parë. As të dytën nuk e qëllon në vendin e duhur. Kramer. Dux. Don Poloshka. Poloshka e ka presionin dhe ka gabuar në udhëheqje të topit Don Poloshka. Terrin Todd pam zhgënjimin e trajnerit Kakuzës. Todd nuk ja lejon atë vërtim Dux. Është ai që luajti I fundit, topi do të vazhdon I takon skuadrës së vllaznimit e kësaj jane në 7 sekunda deri në përfundim të aksionit. Zekici është I saktë edhe njerë Samir Zekici nga gjysmë distanca për ta qëlluar pikën e 11. 24-21.
Poloshka, Gjuan për 3 pikë dëm, Poloshka nuk qëllon, por Kramer është aty, ka kthyer topin tek Diana Gjosaj. Poloshka. Gjuan nuk qëllon, kthehet topin në duart e tij, asaj radhe nuk realizon, por Kelby Kramer po kujdeset të dominon nën kosh. Kësaj radhe ka qëlluar duke e përmirësuar Poloshka nën kosh, e qëlloi pikën e 9. Në fakt 10 më falni. Samir Zekici, Gjuan për 3 nuk qëllon, në shkurtër mbetet gjuajtja kësaj radhe. Ritreshi ka qëlluar. Gjosaj do të tenton për 3, nuk qëllon edhe një herë. Shini Kelby Kramer e merr ato. Është Terin Tadaj që ka luajtur i fundit. 6 kërcime të Kramer, 3 në sulme, 3 në mbrojtje. Gjosaj, Dukes, DeAndre Burns, bati të lirë në korner në anën tjetër, Don Poloshkën. Dukes zgjodhi të pason tek DeAndre Burns. Helms, foul i DeAndre Burnsit. Nëse vendoset pikërisht Burns, Jack Clarence do t'jetë në lojë në vend të tij. E përpushuar Burns që sonte pa vetëm 2 pikë, megjithatë ka kontribuar edhe me 6 asistime. Helms gjende për timin 1 dhe pikët, por i vëmendshëm është Andrew Gordon që e vazhdon sulmin e skuadrës së vllaznimit. Ati Kushi, Helms, avërti është Don Poloshka. Lirohet Jerry Cole, Helms nuk qëllon, e merr tupin Doni që e ka presionin e Jerry Cole e Limsit. Dukes, Clarence, Poloshka, Gjosaj e humbin tupin krye qytetasit. Sipas gjyqtarëve është Poloshka që ka luajtur i fundit. Zëndësim të 2 fish tek Sikal Prishtina, ka Kruki dhe Bailey do t'jenë në loj. Gjosaj dhe Kelby Kramer ulen 10 pike, 7 kërcime të Kramer, 2 blokada. Ullet përpushuar janë më pak se 4 minuta deri në përfundim të çerekut të tretë. Terin Todd, shini mbrojtjen e Khalil Dukes fenomenal. Teksa vjen kundër sulmi, Adrio Bailey ndalet. Jack Clarence. Clarence, Dukes. Në gjuan nga një pozit mjaft e vështirë, nuk arrit të realizon. Andrew Gordon është ai që ka luajtur i fundit. Teksa zëvendësim kemi edhe në anën tjetër tek vllaznimi, Ziggy Reed do t'jetë në lojë. Në vend të Terin Todd. Timi i Bailit airball i tij. Ati Kushi tek Jerry Cole, Helms. Do të tonë për treshe, Helms nuk arriti të realizon, duke shkon në duart e Valmir Kakrukit. Sa shohim në sulm Adrio Bailey që blokohet nga Gordon e Helms. Sa ka kërkuar timeout Mihailis Kakuzis. 3 minuta e 3 sekonda deri në përfundim të çerekut të tretë. Shohim edhe një herë momentin e fundit, rikthehemi pas timeoutit.
Bukur ai top shkon tek Adrian Bailey nga Don Poloshka. E realizon Bailey 12 për 48 me 41. Helms. Jerry Cole Helms. Andrew Gordon e shen në korner ati Koshin. Ky fundi gjuan për 3, por airball i tij topi direkt në duart e Adrian Baileyt. Poloshka. E Dux edhe njerë Don Poloshka. Ka Kruki 5 sekonda dhe në fund sulmi do të gjuan për 3 Don Poloshka. Variti të realizon Andrew Gordon është më i larti në kërcim. Jerry Cole Helms gjen korridorin e dëvërtimit, ndaljet me faul nga Elijah Clarence. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë teksa kemi zëvendësim tek Sigal Prishtina. Ullet për pushuar Don Poloshka. Kthehet në lojë Altin Morina. Diskutimin e Poloshkës me trajnerin Kakuzis, kapiteni i skuadrës, i cili ka 7 pikë, 5 kërcime, 2 asistime. Nuk qëllon Helms. 48-22. Dux. Bailey. Luft për ato pa ti Koshi. Samir Zekici që gjuan nuk arrit të realizon e merë njerëve topin. Helms blokuat me faul nga Valmir Kakruki. Do të kemi zëvendësim. Aneje Rushiti ktheje në lojë tek vllaznimi. Ullet Gordon dhe kapiteni Koshi. Qëllon në tërtimin e parë kësaj rade Jerry Cole Helms. Ngushton Helms në 28 me 24 rezultatin. Clarence e gjen të bërtimin. Realizon pika e 6 Elijah Clarence. Dhe Erik dhe në përsim prej 6 pikëve të Sigal Prishtinës. Anej. Ziggy Reed. Tire në fond realizon. Në duelin tjetër mes fejës e bashkimit ka përfunduar çereku i tretë 50-54 në të mirë të bashkimit, që ka edhe përsi për 6 pikëve pas ndeshjes së parë. Pra bashkimi do të hynë me plus 10 në çerekun e fundit, teksa do shohim si do të përfundon 30 minutë që këtu e pa paraprakisht realizimin e Valmir Kakrukit dhe mbrojtjen e mirë të tij ndaj Ziggy Reed. E humb topin ky i fundit Clarence. Faul i Reed. Dhe që të personaja e pare ekipore e vllaznimit në këtë çerek. Dux. Clarence. Një Clarence. Nga bon në hapa. Tjetër top i humbur.
nga krye qytetasi topi 12 i humbur i Sigal Prishtinës sonte. 13 i ka vllaznimi. Helms të Rushiti. Ka shkelur vijën Rushiti. Edhe tek vllaznimi tashmë topi humbur 12.4 deri në përfundim të çerekut të tretë. 52-26. Shojmë edhe njerë momentin kër e shkel vijën Rushiti, nuk të regohet i vëmendshëm. Edhe shkojnë me sujmë të zgjatur krye qytetasit. Clarence, si në dëbërtimi lëvizje bukur, mashtruese realizon. Elijah Clarence, 54 me 26. Kanë hapa për shojmë, kyll të kënë selimi gjithsesi. Plus 8 tashmë e vërsia e krye qytetasve të cilët janë afër kualifikimit tutje. E i kontroluan këto 30 minuta të kësaj përballjeje. Dhe do të shohim si do të rrjedhin edhe 10 minutat e fundit pas 30 minutave. Algio Bailey është më i dalluari me 12 pikë, teksa Kelby Kramer i ka shtuar 10 pikë tjera tek Sigal Prishtina, në anën tjetër tek vllaznimi. Me nga 13 pikë po luajnë Jerry Cole Helms e Joranej, teksa dhe Samir Zekici ka shtuar 11 pikë. Rikthehemi pas pak me çerekun e fundit të kësaj përballjeje. Starton edhe 10 minutë i fundit. Në duart e Jerry Cole Helms. Ziggy Reed nuk qëllon për te. Dhe 4-26 tashmë e përsi e thellë e Prishtinës. Kur jemi në 10 minutat e fundit, këtë ka Altin Morina që gjuan për 3, nuk është i sakt. Reed, Helms, Shriti, Ziggy Reed të gjuan për 3 pikë realizon. Clarence tek Dukes. Ka Kruki, Bailey. Clarence. Gjuan vetë, nuk qëllon, fall në sulm nga Valmir Ka Kruki, mbetur një shpërir Joranej. Personalja e 4 është edhe Ka Krukit, me 4 është edhe Diana Gjosaj. Lojtarë që po e zëvendësoj njëri tjetrin tek Sigal Prishtina. Helms. Gjysmë distanca i saktë është Jerry Cole Helms. Dhe 4-5-1. Dukes tek Clarence. Adrio Bailey gjuajti për 3 pikë, nuk është i sakt. Sa Rushiti. Kërcimin aty. Ziggy Reed.
Ton edhe njerë për 3 pikë, nuk arriti të realizon. Clarence ndaljet me faul nga Rushiti, nuk ja lejon kundër sulmin. Dukes. Clarence do të tenton vetë për 3 pikë. Një treshe e largët e ti. Nuk e qëlloj aje, nuk qëllon as Jerry Cole Hallam, teksa Clarence nuk tregohet i vëmendshëm. Ka shkelur vijën në këtë moment kur e mori kërcimin. Shojmë presionin e mirë të Rushitit. Tenton edhe për treshe, Rushiti realizon për 3 pikë. Për barazuar rezultatin në 54-54, më mirë nis. Qereku i 4 për vllaznimin, 8-0 seri. Për barazuar gjithë shka. Dukes tek Clarence. Deberton nuk qëllon, ka Kruki. Topi nga duart ja marin. Nisën në kundërsun Gjagovarët. Hellams blokohet nga Adrio Bailey, i cili shkakton faul. Personalja e pare Baileyt. Clarence vendësohet, mjaft i nervozuar Elijah Clarence. Tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë Jerry Cole Hellams, që ka mundësin të jep epërsin e parë vllaznimit. Sonte në këtë përballje. Gjatë gjithë kohës Prishtina ishte në avantazh, u shkëput edhe deri në plus 12, megjithatë Jerry Cole Hellams realizon. Tashmë epërsia në anën e vllaznimit ka kaluar. 16 pikë, 7 kërcime. Hellams gjithë një për kujdeset që t'i realizon pikët e veta. Nuk i dihet se kur i ndes turbinat, megjithatë i ndes dikur. Tashmë 16 pikë e vllaznimi në avantazh. Cimi në sulm i Altin Morinës dhe dubin të Adrio Bailey. Ka Kruki dhe dubin të DeAndre Burns. Faul ndaj tij. DeAndre Burns. Personale Hellams ndaj tij. Burns. Dukes. Gjua për 3 pikë. DeAndre Burns. Në vazhdimsi është i nervozuar në fush. DeAndre Burns i pak kënaqur me bashkëlojtarët dhe vendosjen e tyre me gjaz. Energji jo e mirë realisht në fush. Pasi është lider i skuadrës dhe nëse mungon për kraja e tij, nuk esin gjërat mirë. Topi humbur i kryeqytetase teksa Ziggy Reed realizon kontrolli plotësisht në anën e vllaznimit, që tashmë është shkëputur në rezultat. 54-58.
Adrio Bailey, airball i ti. Mundësi për vllaznimin që ta shkryen edhe më tepër rezultatin. Prishtina e ka e përsin prej 14 pikëve. Pas ndeshjes së parë, pati e përsi edhe +8. Pas 30 minutave, +22 ishte. Me gjithatë, gradualisht po e shohim rikthimin e Gjakovarëve, a do të arrijnë të e bëjnë mrekullin. Ku që zinjët në fillim e thash, njihen për shpirtin luftarak skuadra e vllaznimit dhe tashmë është avantazh prej 4 pikëve. Seri prej 10-0 në qerekun e 4 tashmë. Dhe Prishtina nuk ka realizuar në 4 minuta e gjysmë. Time-out normalisht ka kërkuar trajneri Kakiusis. Rikthehen lojtarët në fush. Dhe shohim atë të vazhdon momentumi i skuadrës së vllaznimit. Ka humbur topin Jerry Cole Helms, presioni mirë në mbrojtje nga Don Polushka, cili rikthehet në fush tek kryeqytetasit. Loj me këm, nuk shkon pasimi DeAndre Burns. Burns. Dalet në gjysmë distancë, realizon DeAndre Burns. Vetëm pikët e tij të para nga loja sonte. Dhe vetëm 2 quajtje të lira i ka qelluar DeAndre Burns. Pika e 4 e tij. Sigurit tek Joranej Reed. Helms afrohet ka kruki, por nuk ka problem. Jerry Cole Helms realizon për 3 pikë. 56-61. Edhe më tej, po vazhdon loja më e mirë e vllaznimit në qerekun e 4. Khalil Dukes ndale në gjysmë distancë për të përgjigjur. Qëllon 58-61. Reed. Ka shkaktuar Anej, fall në sulm gjatë atij bloku. 4 minuta 12 sekunda. Ky është momenti kur Joranej shkakton faul në sulm. Burns. Don Polushka. Janë tentimi për treshe nga Diana Gjosaj, nuk arriti të realizon. Reed. Zekici. Krushiti. Shkon deri në fund. Rushiti realizon e ndalet me personale, do tjetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë. Shohim edhe njerë Arbin Rushitin. Është personalja e 5 e Diana Gjosajt sa po u fut në loj. Shkakton faul.
Bravo topi, është anash. Zekici, ka kthyer topin tek Anej. Pa presionin. Është një faul aty nën kosh. Është personalja e Joranej. Personalja e 5 edhe për Anej. E pam topin e vjedhur të Valmirka Krukit e më pas shkaktoi faul Joranej. E qëllën tentimin e parë nga vija e quajtjes së lirë. Valmirka Kruki, 59-63. Të dytën nuk e qëllën. Minuta e gjysmë deri në përfundim. 17 me 6 rezultatin në këtë qerek. Kuraj top tek Andrew Gordon. Blokade Valmirka Krukit. Me gjithatë topi kthehet në duart e Samir Zekicit, i cili realizon 19-6. 59-65 në të mirë të vllaznimit, por vjen tresha e DeAndre Burnsit në një moment mjaft të rëndësishëm për 62-65. Helms ka gabuar në hapa, edhe një tjetër mbrojtje e mirë e këti njeriu që po e shihni. Valmirka Kruki paraprakisht me blokadë e kësaj radhe detyroi Helmsin që të gabon në hapa. Shohim edhe njerë momentin ndërsa kjo ishte ajo treshja e DeAndre Burnsit që sa do pak i dha qetësinë si gal Prishtinës. Kramer rikthehet. Ulen Dux e ka Kruki, gjithashtu edhe Morina është në lojë. Tani do të luajnë me Kramer dhe Bejlin në kosh. Burns. DeAndre Burns. Altin Morina. Don Poloshka. Vet nuk arriti me gjithatë të realizon Don Poloshka. Shini e merr topin, ndërsa ka faul ndaj Kramer nga Arbin Rushiti. I shohim Poloshkën pas kësaj huqjeje si reagoi. E më pas Gordon ja riktheu atë në duart, teksa Kelby Kramer nuk qëlloi kohet nga përsia. 10 piki ka sonde, pika 11 e ti qëllon 4-3 nga vija e gjuajtjes së lirë. Kelby Kramer, cili vazhdon t'jetë lojtari më i vlefshëm në fushë tek Sigal Prishtina. 11 pike, 7 kërcime. E qëllon edhe pikën e 12. Time-out kërkon trajneri Gültekin Selimi, 2 minuta e 20 sekunda deri në përfundim. 64-65. Shkrihet e përsia e vllaznimit në vetëm një shpërthim i gjaguvarëve në qerekun e fundit. E marrën avantazhin, e u shkëputën edhe deri në +6 duke u shkrirë e përsinë e përgjithshme në 8. Megjithatë Prishtinasit gradualisht filluan të përgjigjen duke shkrirë avantazhin në vetëm një time-out. Pra
kanë kërkuar banka e vllaznimit, do të tentojnë të i shfrytëzojnë këto 2 minuta 20 sekunda në maksimum sa kanë mbetur. Në anën tjetër, lojë ngushtë kur është edhe 1 minutë në pej, 70-72 në të mirë të bashkimit, cilët pra e kanë edhe përsin prej 6 pikëve pas ndeshjes së parë, plus 8 është bashkimi, ndërsa këtu Prishtina plus 13. Jerry Cole Hellemsit. Hellems që ndërtimin ka realizuar ndalet edhe me faul. Jerry Cole Hellems. Shojmë edhe njerë debërtimin e ti. Ana kundër të realizon 22 pikë. Jerry Cole Hellems i bandaqshëm. Ka marrë edhe 8 kërcime. E qëllon edhe pikën e 23-25 si kishte në duelin e parë. Tashmë po i afrohemi 2 minutave të fundit. 64-68. Loshka tek Bailey. Shkon pasimit tek Kramer gjithsesi. Këj fundit e mban brëndësinë e topit. Morina tek Burns. Gjen Morina. Adrio Bailey. Do Gjuan. Nuk arriti të realizon, luftojnë për ato për Prishtina si gjithsesi Arbin Rushiti ka marrë topin dalet. Rushiti ka kthyer topin tek Zekici. Gordon afër tij është Kelby Kramer. Gordon e realizon Andrew Gordon. 64 me 70 edhe njerë shkëputet në plus 6 vllaznimi. Leandre Burns tek Don Poloshka. Morina. DeAndre Burns dhe Gjuan për 3 pikë. Realizon DeAndre Burns. Po del në skenë me treshet e ti për të qetësuar situatën në vazhdimsi. Minuta e fundit e përballjes. 67 me 70. Në maksimum vllaznimi u mundua në këtë qerek. Do të pranohen pikët e Ziggy Reed. Tashmë minuta e fundit. Topin e duart e DeAndre Burns. Pamje ndeshje mjaft të bukur sidomos në 10 minutë në fundit me një vllaznim që shpërtheu. Altin Morina do të tenton për 3 pikë, nuk është i sakt. Faul i Baileyt. Vjen në gjuajtjes së lirë edhe njerë Jerry Cole Hellems. 12-10 nga vija e gjuajtjes së lirë, pra 10 nga 23 pikët tani. 24 pikët i ka qëlluar nga vija e gjuajtjes së lirë. E qëllon edhe të 25-ën. 67 74. Burns. DeAndre Burns. Loshka. Edhe njerë Burns. Morina tek Kramer realizon. Ziggy Reed. Vjedha top Adrio Bailey do të gjuan në sekundat e fundit. Edhe pse vllaznimi arrin fitoren me përsi prej 5 pikëve, fitoria prej 14 pikëve në ndeshjen e parë i dhuron gjysmëfinalen si kal Prishtinës
për 30 minuta e kontrolloi ndeshjen, po atje përsin ekipi Kryeqytetas gjithsesi. Ndeshje në fund e fitojnë Gjakovarët e udhëhequr nga Jericho Helms, i cili realizoi sonte 25 pikë, aq sa i kishte në ndeshjen e parë, ndërsa me 13 pikë luajtën edhe Anej Ezekiqi. Në anën tjetër tek Sigal Prishtina, më i dalluari ishte Kelbi Kramer me 14 pikë të realizuar, ai mori edhe 7 kërcime. Pa kështu të nderuar shikues, do të jemi edhe me intervistat. Këtu tashmë edhe trajnerin e skuadrës së Sigal Prishtinës. Coach, you had the comfort from the first game and the lead by 14, and that lead gave you the semi-final. 30 minutes, you managed the game better, but those 10 minutes, what happened? Oh, we manage the game all the time. We know we have a point difference. For us also it was try time, to, for example, Dre, he played 27 minutes. Adrio, he played 27 minutes last game 2 days ago. Yeah. With 2 flights. But lost the way the way he comes and lost. They play 40 minutes, so we have time now to manage the game. But still, we know that we have a very big, potentials about the team. But we need to put every time in the game. So every time we have a difference, we lose a difference. We need to find this gap when the guys that come from the bench, they need to give us or to keep at the same intensity or the same energy. One of our targets, beginning of the season, actually was 2. One is to go to the next round in Europe, second is to go to the semi-final, because for the beginning of the season we want to build a team for the next season. But a lot of things change. Yeah. First time today we play real home, and they help us a lot. They give us the energy, offense and defense. We're going to continue fighting. We're going to continue playing our best, and we hope for the best.
Thank you, coach, very much. Good luck in next games. Atëherë ishim me trajnerin Mihailis Kakiuzis, tha që ajo hepërsia pas ndeshjes së parë ishte mjaft e rëndësishme, por sonte na ndodhi fakti që kishim udhtim dhe ndeshje para 2 ditësh, disa nga lojtarët tanë kishin luajtur rreth 40 minuta në ndeshjen e mëparshme dhe kjo ndikoi në lodhjen në çerekun e fundit, edhe në rënien në lojë. Gjithsesi, duhet të gjejmë një mënyrë që të mos na ndodh kjo gjë, pasi në vazhdimsi po na ndodh kur po e kemi atë tepërsinë, pas po vije një rënje në lojë dhe skuadra po bie. Kështu që duhet të gjejmë një zgjidhje. Që nga fillimi i sezonit i kemi pasur 2 qëllime, para ka qenë që të kualifikohemi tutje në gara ndërkombëtare dhe të arrijmë gjysmëfinalen e kupës. Tashmë jemi në gjysmëfinale, e kemi arritur këtë qëllim, ndërsa në fillim ka qenë ideja që të ndërtohet një skuadër për sezonin e ardhshëm, gjithsesi tashmë ka ndryshuar shumë gjëra. Këto ishin fjalët e trajnerit të Sigal Prishtinës, për pak çase presim të kemi ofër edhe trajnerin e vllazënimit. Tashmë pranë me është edhe trajneri Gültekin Selimi. Trajner, ishit në disavantazh prej 14 pikëve nga ndeshja e parë, për 30 minuta nuk arritët, mund të them, të përgjigjeni Sigal Prishtinës, megjithatë ajo energjia ju erdhi në 10 minutën e fundit. Pse nuk arritët pak më herët të shfaqni këtë lojë, ndoshta do të arrini të bëni diçka më tepër? Fillimin e lojës pe kemi shumë problem me fillu. Dihet që kemi edhe 2 lojtarë të lëndum, po kena problem në rotacion. Dhe po lufta, mbrojtja, do më thonë fillim, po na dështon. Edhe më pas po fillomi me lujt ma mirë mbrojtje, edhe sulmi po vjen ma mirë.
Trajnere, pa mungesën edhe të Derek Wilsonit e përmendet edhe ju që normalisht kur të mungon ajo koka e ekipit apo playmakeri, ekipit vështirë të menaxhohet ndeshja. Sa do të mungon Derek Wilsoni pasi e dim që është ndër pikat kyçe të skuadrës për vazhdimin e kampionatit? Po shpresomi që lojën tjetër do të janë edhe Roni edhe Deriki në lojë. Faleminderit shumë trajner. Faleminderit shumë. Suksese. Atëherë ishim edhe me trajnerin Gültekin Selimi, kaq nga kjo ndeshje të nderuar shikues, pra Vllaznimi fitoi ndeshjen me rezultat 74-69, megjithatë kjo e përsi ishte pa mjaftueshme që të kualifikohet tutje pasi Prishtina i kishte fituar ndeshjen e parë me përsi prej 14 pikëve. Kaq nga kjo ndeshje të nderuar shikues, ju njoftoj të vazhdoni të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion. Ka unë Ulpiana, natën e mirë.